Në Casafort i vendosi, por telefonat në vlerë 65.000 euro nuk mundi t'i siguroj. Një dyqan i telefonash në Prishtinë të mërkurën i u sekuestruan 79 celular për shkak të mungesës së dokumentacionit për prejardhjen e tyre, që dyshohet se janë futur në mënyrë ilegale në Kosovë. Doganës sinjalizimin ja dha një qytetar. Pas verifikimeve paraprake, njësitë e doganës kanë realizuar një kontroll të plotë të lokalit dhe hapësirave përcjellse. Gjatë kontrollit në një aneks shtesë, Bodrum, është gjetur një Casafort, brenda së cilës janë zbuluar 49 copë iPhone 16 Pro Max, 1 copë iPhone 16 Pro, 12 copë iPhone 15 Pro, 9 copë Samsung A36 5G, 6 copë Samsung A56, 2 copë Samsung A26. Pas sekuestrimit të mallit, dogana ka filluar procedurat hetimore për kundërvajtje apo vepër penale. Shënjestër.net